vazhdojmë bashkarisht, inshallahu ta'ala, do mundohemi të trajtojmë disa ajete të cilat jo që asnjëherë nuk e kemi përmendur, por nuk i kemi renditur herë tjera si kësaj here, edhe do të habiteni se si Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu në Kur'anin famullar ka një kod matematikor, ekziston një kod i mençur, një smart kod që i themi ne, të cilin ne nuk mund ta zbulojmë pa lexuar, pa studiuar, pa u thelluar, pa hulumtuar Kur'anin famullar. Jo rastësisht Allahu xhaleshanuhu, këtë dini krejt, por një përkujtim i vogël, kur themi se pse Allahu nuk e dha urdhnin e parë falni namaz, por e dha urdhnin e parë, kontaktin e parë që e vendosi mes qiellit dhe tokës, ishte kontakti i parë me porosin më të madhe që mund të ekzistojë, ajo ishte lexo. Muhamedi alayhis salam nuk dinte të lexojë. Këtë dini krejt. Muhamedi alayhis salam nuk dinte të shkruajë. Por çfarë i tha? Lexo ajetet e Allahut, lexo argumentet e Allahut. Lexoj dëshmit në dynja se unë jam një. Këtë e lexoj bukur Muhamedi alayhis salam gjatë 23 viteve në vijim deri në vdekje. Ma mirë se ai, askush nuk e lexoi kosmosin. Askush nuk e lexoi ma mirë se ai natyrën. Askush nuk e lexoi ma mirë se ai shkretëtirën dhe urtësitë që mban shkretëtira. Askush nuk e lexoi ma mirë se ai anatominë e devës, për të cilën Allahu xhaleshanuhu tha edhe në Kur'an, e fela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. A nuk shohin se si krijuam ne devet? Si krijuam, kayfa khuliqat. Do të thonë dikush i ka krijuar ato. Kur thot devet, thot shikoni krejt gjallësa tjera. Kjo është urtësi kuranore, kjo është urtësi qiellore, urtësi hyjnore Allahu xhaleshanuhu. Kur thot njeriun e krijuam në formën më të bukur, walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ai thot shikoni njeriu në detaje, jo çfarë frizure ka, jo çfarë parfemi përdor, jo çfarë kostumi të shtrenjtë ka, por thot shikoni, studioni mirë mjekësinë për të bindur se cilit krijues ju i bani sejdë. Kjo është kur thot ne krijuam njeriu në formën më të bukur. Nuk e ka qëllimin bukurinë e fytyrës, asnjëherë hiç. Se Allah thot pejgamberi se hadith ka, inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allahu as pak nuk shikon në fytyrat tuaja, të dini. Fytyrat janë për njerëzit, më dukesh më i gërdit i gjizant. Për fytyrën Allahu s'mërzitet hiç. Abe hiç s'mërzitet. A është e barë platë si bora? A është e zezë si nafta dhe si ullje, ku e di unë në fytyra jote. Hiç nuk i intereson Allahu xhaleshanuhu, edhe çfarë parfumi i ke hudhur fytyrës edhe kostumit. Por thot, ai shikon në punët tuaja dhe në zemrat tuaja. Më thonë, punët që në ato që i vërtetojnë, apo zemrat, janë burimi të cilët nga të cilët rrjedhin jetët e mira dhe ato shfaqen në vepra. Këtë Allahu e shikon. Edhe prandaj, në çdo argument që ne duhet të shohim, i kthehet ajetit të parë që Allahu i tha, lexo. Lexo mirë të shohësh mirë Kur'anin, ta kuptosh mirë, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, thot në Kur'an, ne ty do të zbresim. Shkoni, kjo është e madhe. Allahu i thot Muhammed alayhis salam, ne ty do të zbresim fjalë të rëndë. O Muhammed, je i koncentruar. O Muhammed, kjo nuk është shaka. O besimtar, sot neve na thot. Muhammed alayhis salam ka shku para 1400 vjetëve. O besimtar, në Kur'an ka fjalë shumë të rënda, jo të rënda se suni kuptoni, por të rënda se suni zbatoni ju. Unë e di se çfarë jeni ju. Do mashtroj dinjaja, do mashtroj luksi, do mashtroj ushqimi, do mashtroj veshja, do mashtroj vetura, do mashtroj malli, do mashtroj banesa, do mashtroj qallami. Prandaj ju do largohen nga ky Kur'an. Andaj, largimi nga Kurani është një ndër shkaqet kryesore, bile numër 1, unë për herë kam thënë dhe do e them. Largimi nga Kurani është e prej shkaqeve kryesore të dekadencës së muslimanëve mbar botën si ummet flas. Kjo është numër 1. Edhe ata
dashur vëllezër, ato shumë mirë e din, të qerët, e dini për cilën e kanë fjale. Shumë mirë e din se ku të atakojnë dhe ku të sulmojnë. Ato sulmojnë vetëm Kur'an, askund tjetër. Ato sulmojnë Kur'an, të dini. Atine u intereson që ne kontakti ynë me Kur'anin të jeti zbehet, bile hiq më kemi kontakt. Hiq. Vetëm kur vdese ati Lisani, ti këndojmë ato dovët dhe kevaret, që ajo, ta bëjmë Kur'an për të vdekmit. Jo Kur'an për gjallët. E këtë donë Hasmi, këtë donë Jahudia, këtë donë Ajqetri, këtë krejt e duan, që muslimanët me Kur'anin mos kejnë kontakt. E dini? Shqipni, statistika tërgojnë që 99.9% të atyre që pranojnë sot islamin, dashur vëllezër, 99.9%, gati se 100% se bepë është Kurani. Jo vepre e hoxhës, asë njerë. Jo vepre jote dhe e imja, se ne nuk jemi duke dhanë, kush e di farë shembull botës për moment, ju i shqipni muslimanët si janë. Jo, shembullin më të mire e Kurani. Prandaj atyre, prezenca e Kur'anit në perëndim pengon shumë. Xhamit e mëdha në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, në Australi, në Itali, në Evropë, mos flasim. Kjo u pengon atyre, prezenca e Kur'anit në shtëpitë e jo muslimanëve. Pse? Se dinë që ki Kur'ani çon bën musliman, askush tjetër hiç. Interesant. Pse? Shumë i qartë është. Ne jemi u gjollar, unë personalisht e kam Biblën në shtëpi. Dini? E kam Biblën. Kerafti e kam Biblën. Moti e kam, që si student, Biblën e kam edhe anglisht edhe në gjuhën shqipe e kam. Mirni, lexoni, dhe një pjesë, se në mos humni kota lexoni krejt. Dhe shifni, vërtet, original, vetëm pralla, emra, vetëm emra. Sikur me ishti krejt emrat e banorëve të Gosivarit aty, vetëm emra. Kurani nuk mirët me emra. Interesant. Këtë kemi spjegu. Sa për kuriozitet, jo informacion, kuriozitet. Ato gjemati regull tu që janë që ndëgjojnë derset tonë e din. Sa herë përmendet emri i Muhammedit a.s. në Kur'an, me emër, Muhammed, me emër. E diri sa herë? 4 herë. Emri pejgamberit a.s. me emër, a me mbi emër, me indirekte, me për emër, e kështu më ra, përmendet me 100 herë, se ki Kur'an, ati u zbrit pastaj, ai e shpërndajti të njerëzimi, e komunikoj. Por me emër, Kur'ani, Muhammed e Islam në Kur'an përmendet 4 herë. E dini sa shok të pejgamberit përmendet në Kur'an me emër. Këtë asë njerë ndoshta si kam thënë. Po me qëra konteksti i dersit. Vetëm një shok i pejgamberit përmendet me emër në Kur'an. Vetëm një shok, një sahabi, përmendo. A me marë Biblën, 80% emra ka. Emra, Konstantina, Tupin shko. A më mirë ta shifni. Ta shifni dhe të bindeni pse ata e pranojnë Kur'anin, Islamin. Shkaku i Kur'anit. Një shok i pejgamberit përmendet me emër, aja është emri Zeid. Mirë një lexoni. Zeid, fjala Zeid, emri Zeid përmendet në Kur'an. Edhe ai ka qenë shërbëtori pejgamberit sa, pastaj Muhamedi alayhis salam e merr e bën si gjarë, të adoptuar, mësë ndej, Allahu Lëshanu bën një situatë interesante që ta bindje pejgamberin dhe muslimanët se fëmia i adoptuar nuk mund të thirret gjallë asnjëherë, edhe se prandaj edhe kur Zeidi u shkorzua me Zejnebin që kishte grua, Allahu e urdhënoi pejgamberin ta marrë për grua Zejnebin. Ta bindje që nuk është gjallë jote. Gjallë është vetëm ai gjaku. Sër gjallë jote. Shifni, edhe i ka thonë Aisha radiallahu anha, ja Resulallah, si kur të kishe fshet ti, si kur të ishtë dhanë mundësia, të mqehesh një ajet nga Kurani, cilin ajet do e kishe fshet? Ka thonë, ajetin që murdnoj të marë për gruan e Zeidit. Mbas e shkurorizoj, Allahu ja dha urdhën, ta marrësh për grua. Tu a bësh me dje krejt umetit se fëmia i adoptuar nuk mund ta thirrish, nuk është gjali jot. Se sikur të ishte gjali joti nuk mund ta marrësh për grua. Nusin e gjalit tënd. S'ka shans. Ki nuk është gjali jot. Mund të jetë më i dashur, mund ta dosh më shumë se gjalin tënd. Je parasysh. Sahabët janë ndesh ndërmjet më shumë se me fëmijët e vet, edhe ndaj pejgamberit. Ama nuk është.
Shifni, se Kurani është shumë i qartë, shumë i prerë është. Allah i thëtë në Kuran, këtë i kam tërguar, nëse o Muhammed ti, një ajet do fshehshe nga Kurani, do fshehshe, apo do e spjegojshe gabimisht, apo me për interesin tënë, diçka do spjegojshe nga Kurani, si që shpjegojnë tash disa o gjullana për bot ka, për interesat veta, interesin e kretarit, interesin e ministrit, për interesin e mbretit, ja, po lloj fetfash, edhe Kuranin e ndryshojnë, stakfirullah. I thot Aisha, si kur të ndryshojshe një ajet nga Kurani, cilin ajet do e ndryshojshe? Ka thënë këtë. A Kurani çfarë i thot, o Muhammed, si kur ti ndryshojsh një ajet të fshesh, një ajet të fshesh nga Kurani, në ty ti këpusëm damarët e zemrët, ta? Edhe ti vdes. Edhe pse je më i dashuri jonë, ama kur pyetje Kurani, dashuria jonë aty mbaron. Kur ti e the ligjin e Allahut. Shihni si është Kurani. Edhe si është raporti i Allahut me pejgamberin e si duhet të jetë raporti ynë me Kuranin. Fillon me ikre, fillon me lexo. Pse? Se ti thot, umetit i thot dashur vëllezër, neve na thot kështu sot Kurani, Allahu direkt. O musliman, ju kur nuk do bëni sejdë si duhet me kënaqësi dhe me dashuri, nëse nuk e kuptoni mirë Kuranin. Ta dini? Vetëm dietarët, jo vetëm dietarët, por dietarët më shumë ja kanë frikën Allahut. Pse? Më shumë i dinë mrekullitë e Allahut, i kuptojnë. Ai kimisti, fizicienti, ai biologu, anatomisti, ai e din brendin e njeriut, se është i rënditur organizmi i njeriut prej te koka deri te thembra, deri te majt e gishtrive të kamës. Çdo gjë brenda njeriut është çdo qelis, çdo renditje e organizmit tonë deri komplet deri në fund është renditur me urtësinë më të madhe. Normal që ai ka frikën më shumë Allahut. Edhe tamam puna ai mos besoje, ama ka që zbesojnë. Ka shejtani u ka marrë mend. E diçka tjetër është. Prandaj thot, mësoni, lexoni, se vetëm me mësim, me studim, me lexim mund ta kuptoni fjalën time. Ndryshe jo. Ndryshe do fali, do luti, do i bëj sadaka, do i bëj zakat, një ditë do thirrje salli, do shkoni ke varet edhe usos puna. Ama të kënaqesh, të shohësh urtësi pa fund, oqean pa fund, është Kurani famale. Pse bëra këtë thirrje kështu? Unë kam gjetë disa ajete të cilat tregojnë, 4 ajete janë dash, shkurta janë, nuk janë gjata. Janë shumë shkurta. 4 ajete që tregojnë kështu. Na tregojnë në jetën tonë si besimtar, si musliman. Në cilat raste duhet shpejtojmë edhe në cilat raste nuk duhet të ngutemi, nuk duhet të shpejtojmë. Këto, shkurtimisht. Shumë interesant kjo. Është në ajetin në kapitullin Mulk, El Gjuma, Ali Imran, edhe në kapitullin Dhariyat, të 4 ajete të bëjmë pjesë. Shkoni çfarë thotë? Kurani na mëson prioritetet. Dhe çfarë prioritet? Më thonë, në këtë jetë ti vlla musliman, çfarë ke më të rëndësishme në këtë jetë? Si në digini nuk ka më i rëndësishëm. Nëse e bën me 20.000 euro, mund ta bësh edhe me 100 euro. Në spital e bën si ne, e çon shtëpi edhe një darkë, një tortë të usos punë. E shef. 15.000 ose 18.000 euro i ke plus. Ama nëse ti merr shejtani mend, ti mund ta bësh edhe me 50.000 euro nisin e digini. Kjo nuk është prioritet. Allahu neve na mëson për parësi, cilat janë prioritetet kryesore në këtë dynjë, që ne të fitojmë xhenetin e përjetshëm, e dini. Prej ditës që vdesë, tu qe mos ka vdekje, s'ka mbarim. Edhe të dini, si mas Kurani gjithmonë, momenti njeriu që vdes i qilen sy tamam, sy komplet e sheh realitetin. Ne jemi në gjumë, ashtu kanë thënë dietarët. E nasu niyam, njerëzit janë në gjumë, idha matu intabahu, kur vdesin zgjohen. Po. Këtë ne të paktën e thuam atë që thot Allahu, pejgamberi dhe dietarët. Ne u përgatisim, edhe veten edhe juve. Më thonë, momentin që vdes njeriu, i hiqet perdja e hekur që e ka pas, që e kemi, ne kemi perdet e hekur. Ne nuk e shohim botën e padukshme. Këtu ka melek, ne si shohim, e dini? Melek, kështu, sidomos ditën e xumës. Nuk ka vend ku s'ka melek në xhami, ama ne nuk i shohim. Ne melekun e vdekjes nuk e shohim, por ekziston. Ne mirësinë e varrit nuk e shohim trua, drasa, potnica, edhe trua. Gjo tjetër nuk shohet. E ai vdek mi shekret.
Pse? Sa ati ja hek perdja e hekur, a i shet krejt. Edhe a i miri thët, o njerëz, a dhe kape kacaje, atë lopate më shpejt. Varosmi se jam ke Allahu të shku, mos më vononi. A i tje që i shfardët, o njeri, vononja, le të mbulojnë dembelet këtë kadale. Nuk do në të him brenda, zonë. Se nuk ka him brenda sa ka qenë gjallë. Të ish mrenda në gjami, të ish mrenda në kuran, të ish mrenda në zeqat, të ish mrenda në namaz, të ish mrenda në sekdet knaqësh. Edhe vdekja është vetëm vazhdimi knatësis me afërsin me Allahu. Ke kanë me Allahu, po. Allahu thotë, do him pak ke vari, do presëm janë 1000 vjet, 2000 vjet, pastaj do të fusë në xhenet, mos u mërzit. A mund mërzitet ki i vdekur? S'mërzitet asnjëherë. A nëse nuk ka hin gjami që si i gjallë, s'ka hin namaz, s'ka hin serte, s'ka hin zeqat, s'ka hin sadaka, s'ka hin mirësi, aj normal që nuk do hin edhe në xhenet. Ku do në të ashtejmë ato? Më thonë, një xhenet teorik, njeri e bon në dynja, e ne e dim parafarsi, se si li për nesh e dim ku dhe shkuj, të dini. Krejt e dim qëfar bëjmë në fshetësi, qëfar bëjmë në publik, edhe si e kemi të fatin tonë si mund ta kemi. Nga vepra tuaja, nga namazi jote, nga mirësia jote, krejt e din se në rrugën e xhenetit je të shku apo të xhenemi. E Allahu këtu na tregon cilat janë prioritetet tona në këtë dynjë. Thotë kështu. Kur është në pyetje kur është në pyetje risku, si do të sillemi? Se ne problem kryesor që ne e lam namazi, i lam punë të mira, i lam gjitha gjonat që duhet, është vrapimi mas dynjas. Allahu çfarë thot për riskun? Çfarë thot? Nuk thot vraponi, interesant. Dhe shihni pastaj për cilat gjona thot vraponi. Thot kështu, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ai është që u bëri tokën të përshtatshme, ashtu dynjaja e përshtatshme. Ke fush mbjellën, ke mal i çon vend. Ke det pret turist, qënë turist, këtë di une. Tokën e përshtatshme, do me thonë, e kemi po përshtatshme që të kete risk, apo risk, për çdo njërin prej jush. Nuk kam la njeri pa risk. Të dini. Risku se cili prej nesh e ka të garantuar, ujda shullat. Çdo njëri prej nesh. E keni pa atane, e kem ba si animacion. Unë këtë e kam tërguar ndoshta para 20 vjetë dhe dikundi. Thot, një bubrec, milingon. Këtë e ka patët Hazreti Sulejmani a.s. Shumë do me thanë se vallaj. Milingona, e merr një kokër orizi, aq mund baja, se milingona ban 10 fishin e peshës e vetë, e dini, shkenstarisht. E merr një kokër orizi, e qonte bregu i lumit, ati apo liqenit, Hazreti Sulejmani e shikon. Ju e dini shumë mirë që Sulejmani a.s. ka komuniku me insektet, me shpenzët edhe me gjinët. Edhe e shikon thët milingonën, Sulejmani a.s. Ajo e ka marrë kokërën e orizit, vinte bregu i lumit, del një bretkos, ne i themi zhava, del një bretkos paksa mesatare, e hapën gojen, hyn milingona të goje e bretkosës komplet, bashkë me kokërën e orizit, ajo bretkosa zhytët të ujti në fundin e lumit, atje në një shkoni Allahu si ka regulu riskun, mu mërzit për risk, mos e le namazin për riskin, e këtë garantu. Vallaj, mos u bambe i thjesht, më në pak i menqër, Allahu gjismën e Kuranit thot, ne riskun e zvresëm për nalë, nuk e kinin tokë riskun për nalë, të dini. Edhe i shkum, askush prej nesh nuk vdes për ngron ka fshatën e fundit të risku të vetë, ose pikën e fundit të ujtë të vetë. Më mërzit. Hinë kjo bretkosa, thot, në fund të lumit, në një shkëm, pas ka një krimb, qore ka bëhë zoti, krimi, që nuk mund dale ta kërkuj e risku, se më qore, nuk i shetë gjone. Allahu e ka bëhë, e ka caktu, hizmeqari ka caktu, milingonën dhe bretkosën, këti krimbit që ashojnë kokërën e orizit në fund të lumit. Oj dashurlla, nuk e le as një të vdese për buk, hiq, as një. Kjo është, ato që e bëjnë krizën këto qafiret, këto pedofilet në botë, kjo diçka tjetër. Ajo punë interesi, punë jaudilëku.
Bëjnë kriza, kote kot, lufta kote kot, nafta kote kot, vallaj la dhim kriz kot. Në dinjo ka bollëk dhe bereqet, të hanë me luk të altani 8 miliard veta njerëz, me luk të arit të hanë. Aman, janë kriminele që pengojnë dhe vdesin tjerët për bu. Shkoni. Për riskun, qëfar thot Allahu? Nuk thot shpejtoni. Thot, them shufi me na kibiha, wa kulu min rizkihi. Esni në për cepet të botës, esni, dhe gjeni dhe hani nga rëski i Allahu. E shef, nuk thot vraponi për riskun. Interesant. A dhe njoni që i ka shumë që i pare, thot, a dhe papun s'ka, ti dhe më të regojsh mu, a dhe, nëse ti më të regojsh, papun s'ka. Për një infrag në kokë, paralizon 98%, dhe punojsh? Haj puno. Një infrag. Një paralizë cerebrale, që këtë këtë. Haj puno, hec. Abe një grip i vogël shtrinj dyshek. Pa punë s'ka atil. Po ti normal që do punojsh. Allah thot, them shumë, nuk thot mos punoni, stakfirullah. Kurani nuk thot mos punoni, mos e ke që kuptojnë. Thot, hecni, kërkon, shkon gurbet, shko atje, shkon firë, shkon baushtel, edhe të punojsh, dhe marrësh atë riskun që ta ka caktuar Allahu për sëri. Nuk thot ri shpejt, Kurani nuk është kështu. Thot hecni. Ama nuk thot vraponi, interesant. Për riskun Zoti nuk thot vraponi. Për çfarë thot vraponi? Kur është pyetje namazi. Ja ayyuhalladhina amanu. Në surën Gjuma e keni. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. O ju njerëz, kur thret ezani për të falur namazin e Gjumas, fas'au ila dhikrillah. Shtonja pak të ecmen, ngutuni a më pak ka dale me dignitet, do me thonë, nuk thot vrapo shumë. Edhe për namaz nuk thot vrapo shumë. Thot veshu mirë, parfumosu mirë, merr abdes mirë, edhe shko pak ma para në Gjumo, ma herët. Se me leket shtihen kush ta shkruje emrin ma para, kush hini pari në gjami Gjumonën sidomos. Edhe namazet tjera për Gjumonën shtihen, se cili me lek ka qejf ta shkruje emrin tënd i pari. Interesant. Amën edhe për namazet, shtonja pak shpejtësi. Fes'au ila dhikrillah. Esni për në namaz, kur të thirret ezani ditën e Gjumo. Kjo është në surën Gjuma. Kur është në pyetje për ta fitu xhennetin dhe magfiretin, thot shtonja shpejtësin pak më shumë, garoni. Jo që të vazon e vendin të kush në xhennet, se xhenneti ka vend pa fund. Xhenemi ala ka më shumë vend, s'mbushet asnjëherë. Po çfarë thot? Për magfiretin dhe për xhennetin thot sariu. Shkoni, për rrezkin çfarë tha? Hecni. Për namazin tha shtonja pak të ecmen, Sosni punët krejt edhe shkoni në xhami. A kuron pyetje xhenneti edhe magfireti, atëherë thot shtonja shpejtësin edhe garoni me njëri tjetrin. Ai ka dhënë 5.000 të jep 10.000 nëse ke mundsi. Ai ka falë namaz natë 20 rekat, ti fal 40. Ai ka shkollu një gjallë, ti shkolloj të digjemt. Vajzët komplet, çoj shkollë. Garoni. Pse? Kjo punë xheneti, mo punë magfireti është. Shkoni. A thot e fundit dashur vëllezër, ajeti i fundit thash, u premtova që janë të shkurta ajetet, por janë shumë domethënëse. Janë 4 shpejtësi, 4 prioritete në këtë dynjë, cilave gjëra duhet t'u japim përparësi. Këtë na mëson Kurani. Këtë na mëson. Për ta fituar xhenetin normal. Lufta për ta fituar xhenetin. Çfarë thot ajeti 50 në kapitullin Dhariyat? Fefirru ila Allah. Fefirru. Shkoni, e para ishte fem shufi me nakibiha. Kur ish në pyetje kërkimi i riskut, thonte heci në për cepet e botës, në për qoshet e botës, në për qoshet e fshatit, në për fusha, në për gurbet, në për male, në për administrat, në për punët e shtetit, në për punë private, në për bizneset private, në për planet tuaja të biznesit, hecni, shifni, menagjonja jetën edhe fitoni. Wa kulu min rizki, edhe hani, wa kulu min rizki, edhe hani nga risku që Allahu wa ka caktuar. Kjo ishte kur ish pyetje risku. Kur on pyetje namazi, shtonja shpejtësi. Kur është pyetje xheneti dhe magfireti, vraponi, garoni.
A kur është mbytje ndonjë problem shumë i madh në jetën tënde, kjo e bukur, dashur vëllezër, me këtë do e përfundoj. Mbani amin. Për shembull,